Piktori korçar Niko Mosko, i cili prej vitesh jeton dhe punon jashtë vendit, ka çelur një ekspozitë personale në qytetin e tij të lindjes, duke sjellë për publikun ngjyrat, dritën dhe përjetimet e tij të përditshme. Ai tregon se kishte një dëshirë mjaft të madhe për ta çelur këtë ekspozitë në Korçë, për të cilën tregon se ka punuar për gati 2 vite. Kam punuar po thua se gati 2 vjet me idenë për të realizuar diçka, edhe me shumë mall. Korça është pjesa e jetës time, është pjesa ku janë ndërtuar aty, këtu kam mësuar. Bile sot takova profesorët që kur kam qenë 6 vjeç që nuk jam ndarë, domethënë kësaj. E vetmi peng që kam për momentin që nuk kam shumë gjëra me Korçën për momentin, rrugët korçare këto, po ato i kemi detyrë në të ardhme mbase do ngelen pjesë e projekteve që do kemi. Pjesa lidhet me krimtaria lidhet me jetën aty anës detit. Pjesa më e madhe janë këto varkat. Puna është më shumë impresionizëm. Ka dhe në një gjë nga retrospektiva që ka ngelur nga vitet. Niko Mosko ka një periudhë të gjatë krijimtarie në Spanjë prej 25 vitesh. Ai tregon se drita e mesdheut është mjaft e veçantë, të cilën ai është munduar ta përcjellë edhe në krijimet e tij. Jam munduar të mbaj dritën e mesdheut, pothuajse në të gjitha punët që kam. Është dritë shumë e veçantë në fakt. Edhe aty ku jam komunikoj me kolegët anglez, gjermanë. Pjesa më e madhe ju mungon drita, ju mungon kjo drita e bukur që kemi ne këtu. Pak a shumë peizazhi dominon të gjithë ekspozitën time. Kam edhe një portret, që është portreti i nënës dhe ka një historinë e vet. Jam munduar që ti mbaj një pjesë të punëve për arsye të logjistikës të vogla, në format të vogël, sepse është shumë e vështirë për transportin, kurse pak a shumë është një eti kolorit, ka ndonjë ndryshim të vogël nga viti në vit, me dëshirën e madhe që publiku ta përqejë. Kjo ekspozitë e çelur në ambientet e galerisë së bibliotekës Thimi Mitko në Korçë do të vijojë të jetë e hapur për publikun artdashës deri më 9 nëntor.